pjesa e lojës si u zhvillu. Te pjesa favoritit të letër është çështja tjetër që ka qenë. Sa do kishe fituar po ta kishe ndrejtim ekipin e Spanjës? Po ndëgjë tash nuk duhet të them sot do të kisha fituar, sa i të lirë kanë shumë të madh, po s'ka mujt mi poshtë. Sido që tjetë, mendoj që mënyra e menaxhimit është shumë e rëndësishme. Unë futboll nga ne duhet të me menaxhu djamt, sidomos kur ki yje. Se shumë letë është mbyllësh një skuadër e cila e mbledh disa lojtarë, por te këto kombëtare ka yje. Dhe prandaj të menaxhosh yjet se si do të çosën lojë, ndeshën me një kombëtare që fare s'ka të bëjë me pjesën e shifrave, do thot, edhe numrav, edhe do shta mënyra më e mirë që na trajnerët dhe analistat nuk duhet shumë me mendu, edhe me zbulujt e nxehtë. Për arsye se cifra e milionave dallon. Tash do thot nuk pas ka të bëjë milionat se kush e fiton një ndeshje. Pas ka të bëjë shpirti luftarak, edhe ajo kombëtare dhe ajo skuadër e cila do të fitojë një ndeshje. Edhe kjo do të thotë është bukuria e futbollit dhe shpresoj do të thotë që të vazhdojnë ashtu në botror. Kam shumë dëshirë të madhe që asnjë prej favoritëve mos me fitu botrorin. Edhe pse dua Anglinë. Arsyeja pse është? Duhet të dalë dhe zërohet pjesa e futbollit dhe trofeet edhe në shtete të tjera, do të kuptohet se nuk luhet vetëm me një shtet apo me një shtet tjetër futboll. Dhe kjo na ka bërë do të thotë me kuptuar që do të ketë befasi dhe besoj do të thotë që futbolli tash është nivel, e kemi diskutuar brëm, është nivelizu niveli i kombëtarëve dhe i futbollit. Shumë. Dhe secila kombëtare mund ta bëjë secila kombëtare. Shumë është nivelizu. Nëse lërik nëse shohim do të thotë kombëtarën e Turqisë, se përmend. Kombëtara e Turqisë s'ka merituar në kompeticion sfiton. Obligisht e beson e para se të zgjudë të 7 kompeticion. Se cilësuesi befasi Australia. Po ashtu të njerëz që nuk e shohin detaje, mund me sa befasi tonë, se befasi që Turqia nuk ka bë fare një performancë të mirë në kompeticionin për të kualifikuar. Na poshtë neve. Po, jo neve na kanë poshtë, pse na kanë poshtë neve, është çështja që duhet vetë selektorën dhe në vitin 2025 i ka 7 ndeshje, mesatarisht i ka 3-4 gola të shënuar. Ndeshje miqësore deri te kjo ndeshje e fundit. Ka pas një ecuri të mirë. Sa i përket kualifikimit të botror. Ndeshja Turqi-Rumani më ka bë me dije dhe më kuptu se na duhet mi poshtë në Prishtinë. Nëse shumë pjesë taktike se si ka luajt. Performanca atyre ka qenë niveli më të mundshëm. Se si na kanë poshtë në Prishtinë me 1-0, do shta pas shpirti luftarak që dosh me pasla, po çështja që ne nuk duam ka kush me analizu se janë përgjes ata që paguan për atë pjesë, por mendoj që për këto ndeshje të kualifikuese do të mi besu se ekspert apo. Por kanë një ndeshje, 2 ndeshje pe i qof. Pyetje, pyetje. To be or not to be. Po. Ja, është unë mendoj që nuk është momentumin e mirë Turqia dhe për këtë arsye do të thotë unë s'kam po. Asun brëm se kanë cilësuesi befasi. Australinë, trajneri Bylbyl dhe trajneri Ismet pak kishin kundër meje në këtë aspekt. Te na, do me thonë, Loriku e ka eksklusivitetin, çka befasi, çka quajmë edhe çka nuk